është bërë një studim, domethënë a duhen demonizuar rrezet e diellit, rrezet ultraviolet. Dhe ky studim ka vënë re që nuk janë rrezet ultraviolet ato faktikisht që shkaktojnë kancerin në lëkurë, por është pikërisht një kombinim i rrezatimit ultraviolet me konsumin e vajrave vegetal. Sepse është bërë studimit e mi dhe është parë mijë të ushqyer me vajra vegetal dhe mijë të ushqyer me yndyrë saturuar. Dhe kancerin e zhvilluan pikërisht ato të cilët ishin ushqyer me vaj vegetal. Okej, doktor, kam një pyetje të parën. A mund të aplikohet e njëjta logjikë si te minjt si tek njerëzit? Kjo ngelet për të parë, por fakti që kanceri i lëkurës ka shpërthyer në mënyrë eksponenciale me ndryshimin e mënyrës së ushqyerjes të bën të dyshosh që ka një korelacion. A nuk është ngrohja e planetit? Ka një korelacion, jo, nuk ka asnjë lloj ndikimi. Kjo vrima e ozonit tashmë rrezet penetrojnë. Ka qenë në cikle, ne kemi diskutuar edhe më keq se ka që e di, po që në cikle të vazhdueshme ngrohje ftoje, dhe nuk ka të bëj fare kjo. Mos është fakti që tashmë njerëzit jetojnë dhe më gjatë, prandaj edhe të heqim një herë këtë, dhe pastaj shikojmë të tjerat, po. Diskutojmë këto të tjerat.